بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mimin Allahut të falenderojmë vetëm për ti ndihmë dhe falje kërkojmë atij, lutemi të na ruaj prej skeqjes së veteve dhe veprave tona, cili ndoshta Allahu udhëzon në rrugën e drejtë, nuk ka kush të devijojë, e kushdo që devijon nga e drejta nuk ka kush ta udhëzojë atë as kush tjetër përveç Allahut. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Tij, Zotit vetëm pa ortak. Dëshmojmë dhe deklarojmë se Muhamedi është rob dhe i dërguari i Tij, paqja, mëshira, mirësia, bekimet e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e Tij, mbi shokët e Tij, e mbi çdo besimtar që e ndjek dhe e pason rrugën e Tij deri në ditën e fundit. Vazhdojmë vëllezër në akiden tahawiyye, për mbledhjen e akides të Imam Tahawit, Allahu mëshiroftë, i cili përmbledh besimin e ehli sunnetit dhe xhamatit në këtë akide të shkurtër, në fjalën e tij kur thot: "Wa ta'ala anil hududi wal ghayat wal arkani wal a'dha'i wal adawat la tahwihi al jihatu as-sittu ka sa'iri al mubtada'at." I lartësuar është Allahu subhanahu wa ta'ala nga kufit dhe caqet dhe nga organet dhe pjesët, më thënë, ka përdor fjalën arkan, që do vim më mbrapa kuptimin e saj. Atë thot nuk e përmbajnë 6 drejtimet sikurse përmbahen krijesat e tjera. Para se të futemi në fjalën e autorit, kemi 3 parathënie që duhet t'i përmendim, të cilat kanë rëndësinë e tyre, domethënë që të futemi në shpjegimin e fjalëve të Tij, Allahu mëshiroftë. Parathënia e parë që do të përmendim është se menhexhi i ehli sunetit dhe xhamatit në lidhje me fjalët të cilat janë fjalë të përgjithshme, pra ndahet në disa pika, më thënë në 3 pika. Ehli suneti, pra kur flet për fjalët të cilat janë të përgjithshme, pra nuk janë fjalë specifike, ehli suneti e xhamati ka një trajtim të cilin do ta përmendim inshallah në 3 pika. E para është se ehli suneti dhe xhamati janë shumë të kujdesshëm që në përmendjen e fjalëve, sidomos ose të termave, sidomos kur flitet çështjet e besimit, ata mundohen maksimum që të qëndrojnë në fjalët që kanë ardhur në Kur'an dhe Sunet. Dhe kjo është edhe që të jenë pasues të asaj që ka ardhur në Kur'an dhe Sunet. Po përveç kësaj nuk ka, domethënë, gjë më të qartë se sa ajo që ka ardhur në Kur'an dhe Sunet. Allahu thot: "Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum." Pasojeni, ndiqeni atë që ju është zbritur juve prej Zotit tuaj. E ku ka më mirë, domethënë, se sa, apo ku ka ajet pra, që mund përdoret më mirë kjo fjalë se sa pikërisht në çështjet e besimit, çështjet e akides. Pika e dytë, ehli sunneti dhe xhamati është pra, në ata të cilët kanë përdorur terma të përgjithshëm në çështjet e akides dhe besimit, në përgjithësi i kanë konsideruar njerëz bidatit. Pra, të cilët nuk kanë folur me termat që kanë ardhur në Kur'an dhe Sunet, në përgjithësi i kanë konsideruar njerëz bidatit dhe kanë konsideruar se këta janë persone që flasin për Allahun subhanahu wa taala pa dije dhe se futen në të folur për fenë e Allahut, më thonë, në të folur të kotë. Allahu thot: "Wa idha ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'rid 'anhum hatta yakhudu fi hadithin ghayri." E kur ti shikosh ata të cilët futen të flasin pa dije për ajetet tona, atëherë largohu prej tyre derisa të
të flasin për diçka tjetër, pra të futen në një diskutim tjetër. Pika e tretë është ehli sunneti dhe xhamati, sidomos, në çështjet që lidhen me akiden, largohen nga termat të cilat kanë dy kuptime. Pra mundohen që të largohen nga termat që përmbajnë dy kuptime. E padyshim në çështjen e akides, është shumë e rëndësishme, sepse kur do të përshkruash ose do të pohosh një besim që lidhet me Allahun subhanahu wa taala, duhet të jesh i përpikt, specifik, me një fjalë që nuk ka kuptim të gabuar, pra që të jep qartësi të plot, edhe që nuk të sjell ty dyshim. Allahu thot: "Wala talbisul haqqa bil batil", të vërtetën mos e mvishni me të kotë. Të vërtetën mos e mvishni me të kotë. Një shembull për këtë është në surën Bekare, ku thot: "Wala taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u". Mos thoni ra'ina. Kjo është një fjalë që e përdorin xifutët, përmban një kuptim të drejtë, përmban dhe një kuptim të keq që armiqtë e profetit sallallahu alaihi wasallam xifutët e përdornin për të dëmtuar me fjalët e tyre profetin sallallahu alaihi wasallam. Dhe kështu Allah i tha mos e përdorni këtë fjalë, mos thoni ra'ina. Këtë fjalë pasi e përdorin edhe xifutët duke dashur diçka të keqe. Parathënia e dytë dhe lidhet me fjalët të cilat përdoren në kapitullin e akides. Këto ndahen në 4 llojesh. Pra fjalët të cilat përdoren termat, mos saktë, të cilat përdoren në çështjet e akides janë 4 llojesh. E para janë termat të cilat kanë ardhur në Kur'an dhe në Sunnet, ose që kanë folur shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anhum. Këto padyshim që janë të vërteta, të sakta, duhet të pranohen, duhet besohen, duhet të flitet për to, duhet të shpërndahen, duhet të thirret tek to e kështu me radhë. Duhet kemi parasysh që ehli sunneti kriter kryesor kanë që lajmi të saktësohet dhe jo të kuptohet, nuk është kusht të kuptohet, po përderisa një lajm prej profetit sallallahu alaihi wasallam apo prej sahabëve saktësohet, e kuptove apo se kuptove, e ke për detyrë ta besosh që ai është haku, që është e vërteta totale, domethënë absolute, duhet të thrasësh në të, duhet të përhapësh, duhet të flasësh për të e kështu me radhë. Pra, sikur se tham, duhet besohen sepse që ato janë e vërteta absolute. Sikur se ka ardhur në Kur'an, pra kanë ardhur fjalë si el-ulu, pra lartësia, apo el-fauqia, el-istiwa, të gjitha këto që tregojnë ngritjen e Allahut subhanahu wa taala mbi arsh, ose sikur se kanë ardhur fjalë si dora, syri e kështu me radhë. Pra cilësi tjera të Allahut subhanahu wa taala. Këto janë fjalë që kanë ardhur në Kur'an, Sunnet, janë saktësuar dhe duhet besohen që ato janë e vërteta. Ato janë hak, edhe duhet nënshtrohesh para tyre, e kuptova apo se kuptove. Allahu ka thënë kështu e pranojm. Lloji i dytë janë terma munkera, terma të kundërshtuara, të refuzuara. Edhe këtu futet çdo lloj termi që kundërshton fjalët e Kuranit ose të Sunetit. Çdo lloj termi qoftë që bie ndesh me atë që ka ardhur në Kur'an Sunnet, ai është term i refuzuar. Detyra jonë është ta refuzojmë edhe të besojmë që ajo është e kotë. Sepse lloji dhe ndarja, pra ndarja këtu është 2 llojesh. Ose është e saktë, ose është, e gabuar. E sakta është ajo që ka ardhur në Kur'an dhe Sunet dhe prej shokëve të profetit alayhi salatu wassalam radhiya anhum. Ndërsa tjetra që kundërshton Kur'anin dhe Sunetin është e refuzuar.
E treta janë terma të cilat janë sqaruese, që sqarojnë. Këto janë terma që nuk kanë ardhur as në Kur'an, as në Sunet, mirë po janë përdorur prej selefëve, janë përdorur prej të parëve, pasi sqarojnë atë që ka ardhur në Kur'an dhe Sunet. Duhet kemi parasysh që këto terma nuk shtojnë në një kuptim tjetër, nuk shtojnë as një kuptim në atë kuptim që ka qenë në Kur'an dhe Sunet, vetëm se e qartësojnë, e bëjnë më të qartë. Pra mund shohë shumë tek fjalët e selefëve terma të tillë që qartësojnë Kur'anin apo Sunetin, apo largojnë një dyshim e kështu me radhë, sikur se kanë thënë Allah ba'inan khalqihi, pra është indar prej krijesave të tija, subhanahu wa ta'ala. Ky është një term që nuk ka ardhur as në Kur'an as Sunet. Mirë po ky lloj termi nuk është se ka ardhur me diçka të re, vetëm se sqaron faktin se Allahu subhanahu wa ta'ala është mbi arsh, dhe nuk ka ardhur me diçka që nuk ka qenë. Vetëm se selefët nuk e kanë përdor këtë lloj termi, ka qenë indar, por kanë thënë Allahu subhanahu wa ta'ala është mbi krijesat. Pra, këto terma, të cilat sqarojnë atë që kanë ardhur në Kur'an dhe Sunet, kemi shembuj të tjerë, sikur se thot Allahu, sikur se kanë thënë ehli Suneti, se Allahu subhanahu wa ta'ala zbret. Allahu subhanahu wa ta'ala zbret, dhe kjo është ka ardhur në hadith, po kanë shtuar një fjalë bidhatihi, me vetë qenien e tij, me vetë veten e tij. Fjala me vetë veten e tij nuk ka ardhur në hadith, mirë po e kanë përdorur selefët. Pse e kanë përdorur, domethënë që të shtohet qartësi, që të jetë më e qartë se është Allahu ai që zbret, dhe jo mëshira e Allahut apo dia e Allahut apo çështja e Allahut, e kështu me radhë, sikurse kanë interpretuar njerëzit më mbrapa. Nëse dikush thot erdhi filani, kjo në vetvete është e qartë. Pa që erdhi filani, domethënë me vetveten e tij. Dhe jo se erdhi fjala e tij, apo erdhi shoku i tij, apo erdhi urdhri i tij e kështu me radhë. Erdhi filani, do të thotë erdhi filani. Edhe tek termat fetar, kjo në vetvete është e qartë, që Allahu zbret. Ose kur është në ajetet pra e ditës hisabit, yawmul hisab, ditës së llogarisë, që thotë wa jaa rabbuk, dhe vjen Allahu. Allahu është i cilësuar me këtë cilësi, edhe selefët kanë shtuar dhe vjen me veten e tij. Me veten e tij vjen Allahu subhanahu wa taala. Kjo në vetvete është e qartë, po e kanë përdorur këtë fjalë, pra sikur se tham, për të sqaruar, për të larguar ndonjë dyshim apo për të hedhur poshtë në një keq interpretim. Pra, këto termat të cilat nuk kanë ardhur në Kur'an Sunet, mirë po janë përdorur prej selefëve, dallojnë në 4 gjëra. E para, sepse te këto nuk ka diçka të re. Edhe nuk shtojnë në një kuptim nga ai kuptim që ka ardhur në Kur'an apo në Sunet. Mirë po vetëm heqin keq interpretimet, heqin dyshimet dhe largojnë domethënë shtrembërimet. E dyta është se këto fjalë që kanë përdorur selefët nuk ka asnjë lloj rreziku në to. Në to nuk ka rrezik, nuk pritet domethënë që mas një farë kohe dikush thotë, shiko, kjo lloj fjale mund të ketë të lloj kuptimi, mbas një farë kohe mund të keq përdoret. Jo, fjalët që ato kanë përdorur kanë qenë të kujdesshëm që të jenë fjalë specifike, që nuk lejojnë në to keq interpretim. Veçoria e tretë është se selefët nuk kishin për t'i përdorur këto fjalë. Pra sikur se përmendëm shembullin që zbret Allahu me qenien e tij ose me veten e tij. Nuk kishin për t'i përdorur këto fjalë. Mirë po ka lind nevoja për shkak se njerëzit filluan me interpretime të cilët i mashtroi shejtani dhe filluan me interpretime
edhe nga nevoja, selefët, domethënë lindi nevoja tek selefët që të largojnë dyshimet, edhe t'i hedhin poshtë interpretimet e gabuara. Duke lind nevoja, u detyruan domethënë që të përdorin edhe këto lloj termash që përmendëm. E nëse nuk do të ishte nevoja, normalisht ehli sunneti nuk shton, po mjaftohet me atë që ka ardhur në Kur'an dhe Sunet. Duke thënë që Allahu është mbi arsh, Allahu zbret, e kaq. Ama duke qenë se lindi nevoja për shkak të dyshimeve që hidheshin, edhe të devijimeve që futeshin tek radhët e muslimanëve, lindi nevoja që të shtohen disa terma që të bëhet më e qartë për njerëzit. Veçoria e katërt është që mund të themi, përderisa e kanë përdorur selefët, kjo mjafton, domethënë selefët e parë të umetit, selefët e mirë të umetit, përderisa e kanë përdorur ato pa ndonjë kundërshtim, atëherë kjo mjafton, thuash që to terma janë të pranuara në umet. Lloji i katërt i këtyre termave janë termat që përmbajnë dy kuptime. Pra, këto janë terma të cilat janë shtuar, kanë ardhur më mbrapa, të cilat përmbajnë hak dhe përmbajnë dhe gabim, diçka të gabuar, besim gabuar. Pra këto terma i përdor ehlul bid'a, i përdorin pra njerëzit e bidatit, të devijuarit, për të përhapur devijimet e tyre. Shembull për këtyre fjalëve është fjala trup, që e përdorin për Allahun subhanahu wa taala, apo drejtim, apo organe, ose pjesë e kështu me radhë, ose shkrirja e Allahut me krijesat. Pra këto janë terma që i kanë përdorur, domethënë të devijuarit dhe i përdorin shumë, madje disa prej tyre i kanë bërë bazë në pohimin e besimeve të tyre. Pra i kanë bërë këto lloj termash, i kanë bërë në vend të ajeteve muhkeme, të ajeteve të qarta. Dhe i kanë bërë bazë dhe thonë këto lloj termash, këto janë baza me të cilat përcaktohet besimi. Ndërsa ajetet që kanë ardhur në emër dhe cilësitë të Allahut i kanë bërë në gradën mutashabih, pra të paqarta. Dhe këtë të paqartë atëherë e peshojnë me këto terma që ato i kanë vendosur vetë. Për shembull kanë marrë fjalën gjism, trup. Edhe kur vjen një cilësi e Allahut subhanahu wa taala, atëherë ato e shikojnë me këtë term që e kanë vendosur dhe që e marrin për bazë fjala trup, thonë nëse ne pohojmë këtë lloj cilësie, atëherë kjo është trup. Pra kjo, sipas tyre kjo është baza, ndërsa ajetet duhet i kalojnë sipas kësaj baze. E kanë bërë të kundërtën, do të thonë që muslimani merr fjalën e Allahut dhe sipas asaj fjale përshtat çdo lloj gjëje tjetër që vjen. Këta kanë marrë disa terma që i kanë shpikur vetë, kanë domethënë nga mendja e tyre, nga filozofitë e tyre, edhe fjalët e Allahut subhanahu wa taala i kalojnë dhe i filtrojnë në këto lloj termash. Edhe kur vjen një cilësi për cilësive të Allahut, thënë kjo lloj cilësie, nëse pohohet, atëherë kjo bie që Allahut ka trup dhe Allahu nuk ka trup sepse nuk është si krijesat, dhe kështu që mohojnë dhe cilësinë. Parathënia e tretë, dhe kjo lidhet me këto lloj termash, me termat të cilat janë që përmbajnë pra dy kuptime, dhe kjo do ndahet, domethënë, në dy pjesë. E para është qëndrimi i ehlis sunnetit dhe xhamatit, pra me përdorimin e këtyre termave. E dyta, metoda e ehlis sunnetit në kundërshtimin ose diskutimin, po themi, për këto terma. E para, ehlis sunneti dhe xhamati nuk i përdorin këto lloj termash, thonë në asnjë lloj mënyre. Kurse si, pra termat të cilat përmbajnë hak dhe batil, pra përmbajnë diçka të saktë e diçka të gabuar, atëherë ehli sunneti i distancohen, madje ata të cilët i përdorin këto lloj termash i qortojnë dhe qortojnë përdorimin, domethënë vetë si terma. Dhe
Shëndrimi i ehli sunetit për përdorimin për ata cilët përdorin këto lloj termash të cilët përmbajnë kuptim të mirë dhe kuptim të gabuar, pra që e refuzojnë këtë lloj përdorimi të termave, kthehet në 5 shkaqe kryesore. E para, sepse ato janë terma të cilët janë të shpikura. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Wa sharrul umuri muhdathatuha." Pra, çështjet më të këqija janë ato që janë shpikur në fe, pra. Çështja e dytë, se këto lloj termash selefët janë larguar prej përdorimit të tyre. Nëse do të ishte diçka prej tyre hajër, mirësi, atëherë selefët do të kishin qenë parët që do të kishin garu në përdorimin, domethënë në këto lloj termash. Po përderisa selefët i kanë lënë, atëherë kjo tregon që nuk ka hajër në to. E treta, në përdorimin e tyre ka, sikur se tham, hak dhe batil, ka të vërtetë dhe ka të kotë. Allahu thotë: "Wala talbisul haqqa bil batil." Të vërtetës mos i mvishni të kotën, mos e përzini me të kotën. Çështja edhe arsyeja e pestë është se këto lloj termash që janë përdorur në sqarimin e akides kanë qenë shkak për ndarjen, për përçarjen në umet. Sepse në moment që këto përhapen, pra përmbajnë disa kuptime, dikush e komenton kështu, e dikush e komenton kështu, e gjithë secili ka komentimin e vet, atëherë zmadhohet, përçarja, edhe fitnia bëhet, shumë herë më e madhe. Për ta përmbyll, ehli suneti me këto termat që përmbajnë edhe të kotë, pra edhe të saktë dhe të kotë, nuk i përdorin në asnjë lloj mënyre dhe nuk i gjen në librat e tyre, domethënë që ti kanë përdor këto lloj termash, dhe nëse dikush prej dietarëve të ehli sunetit mund të përdori diçka prej termave që përmbajnë kuptim të saktë edhe kuptim të keq, për kuptim të gabuar, atëherë ehli suneti tërheqin vrejtje dhe thonë që kjo është mira me u largu këtij lloj termi, edhe nuk e pasojnë atë i cili e ka përdor këtë lloj termi në pra terma të cilët përmbajnë dhe hak dhe batil në librat e tij, nuk e pasojnë. Po thonë që këto lloj termash e mira është që të largohesh prej tyre. Kurse pika e dytë që tham është që ehli suneti dhe xhamati në lidhje me refuzimin ose diskutimin e këtyre termave, sikur se tham, këto terma janë shenjë në përgjithësi për njerëzit të cilët pasojnë të kotën. Pasi ato i përdorin shumë, sikur se përmendëm domethënë disa shembuj më mbrapa. Dhe origjina, pra në origjinë ehli suneti nuk debatojnë. Në origjinë ehli suneti nuk debatojnë me pasuesit e bidatit, vetëm nëse e shikojnë që debati me to ka mirësi, e në të kundërt largohen. Pra gjithmonë duke parë, nëse debati me to mund sjellë frute, atëherë debatojnë për të sqaruar që kjo është e kotë dhe kjo është e saktë. E në të kundërt, më thonë, origjina është që mos me debatu me to, më thonë, për këto lloj termash. Pra ehli suneti e xhamati për termat të cilët kanë dy kuptime, në moment që vjen dikush edhe të vjen me një lloj termi që nuk ka ardhur në Kur'an dhe Sunet dhe nuk ka ardhur prej selefëve dhe nuk e kundërshton as Kur'anin dhe Sunetin, por mirë, po ka dy kuptime. Ehli suneti thonë këtu duhet me qëndru. Sepse është rrezik. Ndonjëherë mund të vitë një lloj termi që ti nuk kemi të drejtë ta pranojmë, por nuk kemi të drejtë as ta refuzojmë me njëherë, sepse fjala nuk ka ardhur, pra fjala përmend dy kuptime, mirë, po një kuptim mund të jetë i saktë, e kuptimi tjetër mund të jetë i gabuar. Ehli suneti thotë ndalo
edhe pyet atë personit, çfarë ke për qëllim me këtë term? Me këtë term që po sjell, çfarë ke për qëllim? Nëse qëllimi është i saktë, atëherë pranohet. Mirë po, i thuhet personit që ky lloj termi nuk është përdorur. Mjafton që ti të përdorësh 1, 2, 3, 4, 5 terma që ka ardhur Kurani e Suneti. E nëse qëllimi është i gabuar, padyshim që kundërshtohet. Pra, nëse vjen ty një person, për shembull, edhe të thotë Allahu subhanahu wa ta'ala nuk është në ndonjë lloj drejtimi. Nëse ai ka për qëllim, sikur se thojnë muattilet, që nuk është as brenda kësaj bote, as jashtë kësaj bote, as lart, as poshtë, as majt, as djathtë, as pra mohon qenien e Allahu subhanahu wa taala në një vend, atëherë kjo normalisht është e gabuar. Dhe personi pyetet. Nëse ai pohon këtë lloj gjë, atëherë i thuhet që kjo është gabim dhe refuzohet dhe i tregohet e vërteta. Ndërsa nëse thotë që Allahu subhanahu wa taala nuk e përfshin në një prej drejtime, domethënë që të jetë domethënë i përfshirë sikur se përfshihen krijesat, ta përmbajë atë një vend sikur se përmbahen krijesat. Atëherë këtij i thuhet që mjafton thuash që Allahu subhanahu wa taala është i ndarë për krijesave, pra sikur se kanë thënë selefët ba'inun an khalqihi. Mirë po, ky term është parsor që ti ta lësh. Edhe ka dhe një metodë tjetër që ka përdor Imam Ahmedi, që mos me debatu fare me to, po thjesht me thënë këto lloj terma shumë nuk i di. Imam Ahmedi kur e kanë pyet, domethënë kur donin për t'i folë për cilësitë e Allahut subhanahu wa taala dhe donin të pohonin se këto lloj cilësish nuk kuptojnë trupzim, mishërim, Imam Ahmedi ka thënë këtë lloj fjale nuk e njoh, nuk e di. Unë di Allahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad dhe heshti. Allahu e mëshiroft. Tani për të kthyer te fjala e autorit, edhe për efekt kohe do t'i bijem shpejt. Ka thënë, pra fjale që thëmë fillim, që Allah i lartësuar është i pastër prej të pasurit kufi, apo caqe, apo organe, apo gjymtyr, apo mjete, kështu ka thënë, nuk e përmbajnë atë të gjashtë drejtimet, sikurse krijesat. Pra sikurse i përfshin këto drejtimet krijesat. Për të mos u zgjat, po themi që e njëjta gjë, sikurse tham më përpara, këtu kemi të bëjmë me disa lloj termash. Pra që ndahet në 3 lloj. E para është, domethënë ose në 3 pjesë, po themi, kjo fjalë autorit. E para është Allahu është i pastër prej kufirit dhe cakut, pra el hudud wal ghayat. Ky është një lloj termi që e kanë përdorur faktikisht edhe selefët, që i kanë mohuar Allahu subhanahu wa taala, do thon kufi ose cak. Pra nëse flitet për cilësitë e Allahut subhanahu wa taala, ato kanë thënë shkurtimisht, për të rënë shkurt, kanë thënë që çdo cilësi e Allahut subhanahu wa taala në moment, domethënë që njeriu mundohet ta përfityrojë, atëherë gjithmonë Allahu ka për të qenë domethënë më madhështor, pra edhe cilësia dhe madhështia e tij nuk ka kufi, nuk ka cak. Mirë, po këtë lloj termi e kanë përdor pra edhe bidatçit, domethënë edhe njerëzit e domethënë e bidatit, edhe kanë dash në kuptim të gabuar, sikurse mu'attilet që mohojnë se Allahu subhanahu wa taala të jetë diku. Si pasoj mohojnë dhe cilësitë e Allahut dhe mohojnë që Allahu të jetë diku, edhe ky lloj besimi të çon komplet në fshirjen e Allahu subhanahu wa taala. Pra për të rënë shkurt
tek të gjitha këto themi çfarë ke për qëllim. Çfarë ke për qëllim? Pra nëse qëllimi është i saktë, atëherë pranohet. E nëse qëllimi është i gabuar, atëherë refuzohet. Po edhe nëse qëllimi është i saktë, atëherë i thuhet personit që të vjen me këto lloj termash se parsore është që të përdorësh terma të tjerë dhe t'i lësh këto terma të cilët i kanë përdorur njerëzit e bidatit. Mirë, po çka ka pas për qëllim autori, lind pyetja. Çka ka pas për qëllim autori kur ka sjell këtë fjalë? Se kemi thënë pra që këto fjalë zakonisht kanë dy kuptime, po kuptimi i autorit kush është? Nuk ka dyshim që autori, Allahu mëshiroft, ka për qëllim fjalën e ehli sunetit dhe xhamatit. Dhe kjo nuk ka dyshim pasi vjen në fjalën e tij ku thot, pra muhitun bi kulli shay'in wa fawqahu. Se Allahu përfshin çdo gjë dhe ai është mbi çdo gjë. Pra, autori e pohon lartësinë e Allahut subhanahu wa taala dhe nuk thot, sikur se thojnë ata të cilët e shkrinë Allahun me krijesat, pra wahdatul wujud, që kam thënë el-hulul. Pra Allahu subhanahu wa taala vazhdon autori, pra është i pastër prej të pasurit pra organe e gjymtyr dhe fjala vegla ose mjete, shumë e radh. Pra nëse autori, domethënë këto është nga fjalët domethënë që autori, Allahu mëshiroft, sikur se kemi përmend në mësimin e parë, kjo akide e Imam Tahawit është kritikuar në disa pika. Një nga pikat është pikërisht për fjalët që ka zgjedh, Allahu mëshiroft. Nëse ai do kishte zgjedh fjalë, edhe pse ne, domethënë, kemi mendimin e mirë duke e pa që në përgjithësi akidja e tij dhe fjalët që ai ka sjell janë sipas akides së ehli sunnetit, pra në përgjithësi, dhe duke qenë se mendimi i mirë për çdo musliman është detyrë, e si pastaj për dietarët. Pra është akoma më, domethënë, e detyrueshme mendimi i mirë për dietarët. Kështu që Allah mëshiroft, gjithmonë nëse të vjen dikush tjetër, pra Imam Tahawi e ka lënë këtë lloj rruge që këtë akide e kanë marrë edhe e kanë shpjeguar dietarët e ehli sunnetit, mirë po e kanë marrë dhe e kanë shpjeguar dhe të tjerë që kanë shtrembëruar. Padyshim që ne besojmë që Imam Tahawi ka qenë larg prej pretendimit të disave që kanë shtrembëruar kuptimin e fjalës së tij. Mirë po, gjithmonë kur të vjen dikush me një lloj fjale, sikurse këto që kanë ardhur në fjalën e Imam Tahawit, i themi çfarë ke për qëllim. Nëse ke për qëllim se Allahu subhanahu wa taala i mohohen, pra se Allahu ka duar, Allahu ka fytyrë e kështu me radhë, cilësitë që Allahu i ka sjell, pra që kanë ardhur në Kur'an dhe Sunet, themi padyshim që kjo është e gabuar. Se këto cilësi kanë ardhur në Kur'an dhe Sunet dhe ne i pohojmë. E nëse vihet, domethënë, me një kuptim tjetër, për shembull, si ti mohosh Allahu subhanahu wa taala, fjala rukën, pra arkan, mund përkthehet edhe shtyll. Pra, nëse Allahu subhanahu wa taala i mohohet një shtyll që Allahu ka nevojë për të mbajtur tek ajo e për të fuqizuar, normalisht e themi ky lloj mohimi është i saktë, mirë po nuk është në atë lloj mohimi që e bën ehli sunneti. Pra, kthehemi tek ajo që tham, fjalët e ehli sunnetit duhet kemi edhe një lloj edukate, po themi në mohimin, në çështjet e mohimit, gjërat që i mohojmë për Allahun subhanahu wa taala, ne mohojmë ato që Allahu ja ka mohuar vetes tij në Kur'an dhe Sunet. Dhe pohojmë edhe mohimi i diçkaje normalisht nën kupton për sosmërinë në formën e kundërt. E rëndësishme, pra çdo lloj, që mos zgjatemi, çdo lloj fjale që na vjen, gjithmonë pyesim, do të thonë, kush është për qëllim? Pa çfarë qëllimi ke? Çfarë qëllimi ke? Nëse qëllimi është në përputhje me Kur'anin dhe Sunetin, themi atëherë qëllimi është i saktë, mirë po ke përdor një fjalë të gabuar. Parsore është thuash 1 2 3 çfarë ka thënë Allahu subhanahu wa taala dhe profeti sallallahu alaihi wasallam hadith,
Nuk po zgjatëm më shumë, inshallah vazhdojmë mësimin tjetër. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. A ka një pyetje? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.